Dhe ja ku jemi bashkë dashur, në pjesën e parë, në bisedën e parë, në mesin e gjitha temave që kemi përgatitur, në mesin e gjithë mysafirëve që kemi ftuar, materialeve të shumta që 2 orë shijoni të dielave të jetë sa më i begatshëm me informacione e me të dhëna ku plotësohet çdo përgjigje, çdo pyetje që na dërgoni çdo javë në rrjetet tona sociale, kudo, në Facebook, Instagram, në email, në TikTok, kudo që na gjeni. E thash që në pjesën e parë të emisionit do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Janë disa smundje që ekzistojnë në organizmin tonë, që shpesh i quajmë smundje të heshtura. E shpesh mund të na japin edhe indikacione për të na prekur organet të tjera. Sytë janë organet të cilin unë çdo javë e tham që duhet t'ja besojmë vetëm profesionistëve, janë ata që nuk duhet eksperimentojmë me mënyrën se si trajtojmë, me mënyrën se si parandalojmë smundjet e tyre, apo me mënyrën se si neglizhojmë nga ndonjë simptome çuditshme që shpesh na vjen papritur, por e injorojmë si fakt. Janë disa smundje që na çojnë në verbëri. Cilat janë ato smundje, pse na çojnë direkt në verbëri, a i shkaktojmë na, mund t'i parandalojmë, e pyetje të shumta që na keni dërguar çdo herë. Do të përgjigjet sot oftalmologu, doktor Afrim Shabani nga Klinika Gjermane e Syve, i cili tashmë është studio me mu. Mirë se erdhe, doktor Afrim. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi me të pas çdo herë në studio si mikun e familja jonë. Si se si vetëm kësaj çdo sezon të re, çdo studio të re kam qenë unë i pari, po kësaj herë për shkak të obligimeve pak na iku për pak. Është e çuditshme. Është e çuditshme sepse edhe kur na vijnë kujtimet në rrjetet sociale, ka shumë sezona edhe gjatë kohës kur kam qenë në Klan Kosova edhe tash që i kemi nisur bashkë me këshilla për sy, me gjas, i kam pikë të dop sytën e. Ka shku mirë gjithmonë. Ka shku mirë gjithmonë. Prap, unë e thash që duhet kujdesi veçantë. Shpesh e neglizhojmë se e ke këshyrim zemrën, a e kemi mirë, edhe kohëve të fundit edhe jemi vedisu në disa pjesë ma të rëndësishme, po sytë janë pjesa ma e ndishme. Realisht ashtu, ne kemi thonë edhe shumë emisione tjera, realisht dhe me thonë që sytë janë ato dritarja organizmit tonë, kështu që asnjëherë mos neglizhojmë. Shumë mirë the, gjithmonë shkojnë ka pjesa e zemrës, ose pjesën të trurit, ose diçka, por realisht gjithsesi çdo smundje trurit, zemrës na lidhet edhe me syra. Kështu që asnjëherë s'bën të neglizhohet, ja tham shpesh, po ja them prap. Mos pritni smundjet syrit që të shkojmë te mjeku i syve. Gjithmonë shkohet rutinë të bëhet. Bëhet që një herë në vit ta kontrollojmë, domethënë syrin. Syrin, po. Edhe i dallojmë ndryshimet edhe i parandalojmë nëse ka diçka që po vjen. Gjithsesi, veç që dallojmë problemet të syrit, na po them që domethënë po kemi mundësi të dëgjojmë edhe një smundje në organizëm. Kështu që kjo është e mira realisht. Kështu që mirë, s'po kemi një problem në sy, po përmes syrit po e gjejmë një problem tjetër tek organizmi jonë. Që pastaj domethënë e mira është tash është vëdësimi i njerëzve, se si njerëzit po dinë ose pacientët po dinë të na pyesin më mirë, që është një ndihmë e madhe për neve, edhe bashkëpunimi me mjek tjerë, me lemi tjera, që kjo është them ashtu thelbësore që na të bashkëpunojmë mes vetë dhe ta kemi një ekip, themi ashtu, që ti ofrojmë ndihmë pacientit. Po, vlen me theksu këtu, normalisht ta kanë juve si profesionist, po prej ndonjë ndryshimi në sy shpesh mund të diagnostikohet një tumor në kokë. Patjetër domethënë, kështu që këtu ekziston vetëm një anamnezë mirë të pacientit, një anamnezë mirë e pacientit, një mjek i syve ta ndëgjojë mirë pacientin, ta jep një detaj që mund ta jep, ty mund të shkojë mendja që të ndërlidhesh, që ai pacient ka mundësi të ketë një tumor në trup. Do thënë, ne po e lidhëm këtë atë bisedën që patëm më herë, domethënë që dikush pe ka një, çka thonë ana, kokëdhimbjen që se diskutojmë, që thotë kokëdhimbjet shumë të shpeshta ose të pandalura të kokëdhimbjet, marrëmendje, pastaj lidhet me pamje dyfish, që na çojmë diplopi, po thotë ndonjëherë kështu ne po lexoj diçka në një fushë të pamjes, na thonë, po zakonisht po më delin si hije, ose të dy ont, ose po lexoj një shkrim, po në çat shkrim një pjesë të shkronja po e shoh, disa shkronja nuk e shoh. Ai është një sheh që duhet të shkojë te mjeku i syve. Pavarësisht që ndoshta ka shku te neurologu, ka shku ose te një mjek i përgjithshëm edhe ka marrë analizë tek tan kohën për kokëdhimbje, po nuk ka qenë zgjidhje ajo. Kështu që na çka do të bëjmë pastaj me atë pacient? Thjesht e bëjmë një fushë të pamjes, një test që është i lehtë me bëu dhe fëmijët e bëjnë realisht, po fitojmë shumë informata se apo na ndërlidhet diçka në atë sistemin vizual, thonë në sistemin e shikimit, se bartjes impulsit deri në tru. Për shembull, tumorët e hipofizave kanë me shtyp pjesën e rrugës optike. Kam na prezantuar në fushën e pamjes.
që do pacient për shembull shpesh ndodhet, po doktor si janë shumë falënderues në këtë aspekt se thotë si mund të si gjatë puna që prej syve unë e zbulova një diçka shumë të rrezikshme për jetën time. Madje unë e di, ka qenë një rast në klinikën gjermane, një fëmijë i vogël që prej një problemi të vogël syve. Ashtu është domethënë. Ne kemi fëmijë, kemi ato diku një 14 vjeçar, kemi moshë shtym, kemi moshë normale që kemi pas disa raste realisht kësaj, domethënë që ka marrë analgjetik pa ndalë. Pa ndalë, po. Se që është lodh me atë analgjetik, se veç mendoj, ka marrë analgjetik është narkodhimbja. Se ma fëmija, domethënë ka qenë diçka rast shumë interesant se kujt si ka shku menja që mund të ndodhë që ta ndërlidhëm këtë aspekt. As prindër si kanë shku, ideja hajtë ta bëjmë një rezonancë magnetike që pastaj u zbulu si tumor në hipofizë. Në hipofizë. Ndërkohë e thash që ka disa sëmundje që na dërgojnë direkt në verbri. Unë u shpreha ndoshta pak ma frikshëm si shprehje, si titull, si fjali, por është e vërtet kjo, doktor Avrem, janë disa sëmundje që na dërgojnë në verbri. Patjetër dhe me thonë, kështu që kemi disa sëmundje realisht që na ajo që thëna është verbri që edhe ndonjëherë kemi vështirë dhe na mi ndihmu, është themi një okluzion i arterjes të retinës. Me kuptu kështu ta shikus tonë është një infarkt i syrit. Domethënë çka është mbyllë arteria domethënë dhe nuk furnizohet retina me gjak. Bëhet një atrofi e nervit edhe pacienti nuk ka. Nuk ka kthim më. Nuk ka kthim aty më. Ideja është vetëm se mund ta nxorrim një 6 orë të para po të vjen tim, po të na këtu shtire kemi realisht na vi 6 orë të para dikush. Edhe pse thotë se zonisht është ndodh pacienti thotë unë besoj që po trubull diçka, po em shile hajtë se më kalon, këto ato idetë që na e neglizhojmë ndonjëherë edhe sa sëmundje të tjera që pse na ashtu direkt në verbim, ka shumë që na çojnë në verbim realisht. Po, cilat janë ato? Çfarë mas po diabeti. Po. Kur diabeti domethënë që shkakton atë retinopatinë diabetike ose dëmtimet e diabetit në sy, pastaj glaukoma. Glaukoma nuk kupton tensioni i lartë i syrit. Këto çojnë në verbim. Po e mira aty në është nëse e zbulojmë herët mundna me parandalu. Çka shija tek kësaj pjesës domethënë kur nuk shkoj me kohë. Po. Për arsye se domethënë diabeti e dim shkakton gjak deri në sy. Është glaukoma bën atrofinë e nervit optik. Domethënë shkatrim se tharjen e nervit optik. Shumica e njerëzve tash e kuptojnë që atrofia ose tharja e nervit optik ose dëmtimi i nervit optik nuk ka mundësi me regjeneru. Nuk ka as intervenim kirurgjik që nuk ka mundësi të regjenerohet fija nervore. Shumë herë pacientët dikush të dhimbet dhe pacientët vjen keq tu kablet çush me të kishar pak më herët. Ideja është se domthon ke mundësi të trajtohet glaukoma, ka mundësi të trajtohet hepatitë diabetike, ka mundësi të trajtohen këto okluzionet e venave të retinës kur kemi gjakderdhje. Tash është mundësia e komunikimit, mundësia jonë për me shku në çdo kund, në për kongrese, konferenca, mi kuptu se të ma të reja që po bëhen dikune me i apliku këto. Po mirë, doktor Avrem, tash para se me i përmende dhe sëmundje tjera, po du më ndalë të që kjo pjesë. E tha ma herët që 6 orë nëse veç vinë. Hajtë të regam më pak që ta kuptojnë edhe shkus, cili është qaj ndryshimi që mos me prit as 6 orë? Realisht do me thonë gjithmonë. Çka ndodh? Po, e të shku, të dul diçka e zezë para syve. Je mirë dhe vjen pa prit. Do është një shihije e zezë, pa prit do me thonë, kështu që, ose thua se, për këtë sy me këto s'po shoh. Është ide që do me thonë ti diçka po ndodhe e keqet e syni atë. Mos e pit me dha me pas dhimbje. Se dhimbje ndoshta s'ki heq. Ajo është ideja që gjithmonë pjesa më e madhe e njerëzve thonë, hajtë se do të më kaloj. Hajtë ka qenë momentit. Mos me marr që vëlla çdo hije ka me qenë verbim, atë mos shkojnë atë ekstremin, do me thonë pa arsye që prap del diçka hije të humb të pamrit, të turbullohet të pamrit për momentin, për në moment. Ma mirë shko. Nështë asë kur gjë heq, është diçka shumë e zakonshme që ndodh, se na mund ndodh që na që thonë Allah, do na bjen një tension i gjokut dhe na do ta kemi një terrë në syve. Po kur të lajë shtrihemi ose bëjmë diçka realisht ajo fillon prapë, kjo nuk do të thonë se është mirë prapë se prapë, edhe me atë është mirë shkohet me mjekut i syve, sepse edhe syni ka tension, a mund të lidhet? Kjo s'ka lidhje pas tensionit, lidhet me atë, po tensioni i syve ato që ne quajmë që e shkakton glaukomën, domethënë. Mirë po këtu te glaukoma, realisht unë gjithmonë kam dëshirë edhe ta kuptoj edhe pacienti, po ne gjithmonë edhe e diskutoj me kolegët e mi. Glaukoma realisht ka një protokoll të ekzaminimit të glaukomës. Shpesh ka mund gabohet, ose ndoshta edhe mjeku ndonjëherë vetë pacienti e shtyn që ai mos mirret me ato që duhet më marr.
Për arsye se glaukom nuk është vetëm se kemi një presion të rritur të syrit. Shumë ka njerëz që kanë tension, për shembull, tensioni normal i syrit është prej 10 deri 22 mm shkallës gjivës. Po. Do që është një parametër normal. 10 deri 22. Tash çka ndodh? Edhe ndodh që vjen një pacient e ka 30. Do të thonë tash nuk është glaukom. Menjëherë, s'mund të thonë por është tendencë. Është realisht jo, është protokolli i ekzaminimeve që na duhet ta bëjmë patjetër taj pacient shohmi a ka me të vërtetë që ky tension i synit apo e dëmton fijen nervore. Dhe ne kemi 3 ekzaminime që i bëjmë këto. Fushën e pomës, pahimetrin edhe OCT-n e nervit optik. Me këta 3 kritere realisht ne përcaktojmë që ai pacient duhet të përdor terapi ose duhet të bëhet operim. Nuk do të thonë gjithçysh që një pacient e ka 27, 28 që është mbi nivelin asaj, ta fusim në operim me një herë. Ky është gabim i madh, realisht. Duhet me përcjell. Duhet shifet apo ka dëmtime të fijes nervore. Se mund ndodh që çaj 27 ose 28 mm që shkallës gjivës për çat pacient është normal. Se trashësia e korneas është çaq e madhe që ja lejon me pas atencion. Kjo është ajo ideja, domethënë 27-30 nëse është dhe përcillet, a mund të na befasoj ta themi me u ngrit pastaj ai duhet të kontrollohet. Po, edhe nëse vetëm se tensioni i syrit mund ta dëmtoj shpejt fijen nervore nëse vetëm shkon dikon 60-70 që kemi raste. Çka e shkakton tensionin e syrit me shkop të kuptojmë? Është një smundje, realisht syri në brendsinë e saj ka një qarkullim të longut vet. Po. Që ai qarkullon, prodhohet, absorbohet 24 orë. Çdo pengesë që ndodh në rrugën e këtij qarkullimi të longut të syrit çon rritjen e tensionit të syrit. Mund të jetë lindur, kemi glaukom konjugitale, lind fëmia me glaukom. E kupton? Se çdo problem tjetër mund të jetë trashëguar. Për arsye na i thonë pacientët që vinë dhe thonë, printe mi baba jam ka pas glaukom. Ai duhet të jetë të gjithmonë në kontrollin, të bëj kontrollat se ka mundësi që edhe ai të ketë glaukom. Domethënë që ta qartësoj mirë për audiencën. S'ka të bëjë gjendja e tensionit tonë të përgjithshëm me tensionin e syve. Nëse na ngritet tensioni neve, do të thonë që u ngritet edhe tensioni i syve. Aspektin indirekt mund të themi kështu në mënyrë indirekte, po drejt për drejt, që ki tension gjokut nuk do të thotë që të ngritet tensioni i syrit. E përmende glaukomen disa herë dhe po më vjen me i thonë si hajdut i shikimit, sepse është... E ke gjithë shumë mirë, realisht se çashtu është realisht. Sepse, pse? Nuk t'jep ndonjëherë asnjë shaj. Po. As nuk t'jep dhimbje. Skuqet ndonjëherë syri, po largohet realisht. Kështu që ai pacient zakonisht mund ta prek vetëm një sy. Ai pacient gradualisht ka me dëmtu fije nervore pa e vërejt hiç. Dhe kur vjen te na, domethënë, çfarë bësh vonë? Është fija nervore, është dëmtu krejt, s'ke mundsi, pastaj na ket punën tonë e bëjmë t'ja ruajmë syrin tjetër. Kjo është paktën që të jemi vigjilent, e tha dhe doktori që një herë në vit kontrolla për syt është e domosdoshme, sidomos ata që predispozitat me trashëgu ndonjë smundje të syve. Për shembull në klinikën tonë, klinikën gjermane të syrit, çdo pacientit e bëjmë matjen e tensionit të syrit. Pavarësisht për çka ka. Për çka ka. Se është një farë screeningu. Se ma jep një ide realisht. Se varësisht ai kur s'ka pas diçka, e shoh, pastaj mirën më ngadalë. Kështu që domosdoshmë është diçka që sa diçka e vështirë me marrë një tension syri. Po, mu sa të flasim për sytë dhe përmenim personat me diabet, si kur nina pak në siklet se s'du me ju dhonë stres, mjaftueshëm e kanë menaxhimin e komplet diabetit, po prapë se prapë që t'jenë vigjilent, duhet ta potencojmë edhe këto, çu shumë manifestohen ndryshimet personave me diabet, për shembull nëse është i ri ose s'ka rëndësi mosha, po Qush fillon ai ndryshimi që me po, okej, dona me shku te oftalmologu. Edhe këtë njësit e glaukoma, diabeti na ndodh në herë që diabeti mos jep asnjë shajte të pamërit realisht. Edhe që është më e keq që ndodh në herë se problemet e diabetit në sy, zakonisht na ndajmë ato problemet në 3 stade. Stadi para shumë i lehtë, stadi 2 është stadi më i mesëm dëmtimit, stadi 3 është stadi vështirë. Ka pacient që mrin të stadi gati më i vonshëm e s'ka problem të pamën. Nuk i ndryshon asnjë. Pse? Për arsye se dëmtimet fillojnë në periferi të retinës. Pjesa qendrore është e ruajtur. Dhe ai pacient, po siç moshë shtyra, është i kënaqur me atë pamje që e ka. Edhe pastaj vjen kur vjen edhe përfshihet pjesa makullës nervit optik, atëherë jemi vonë. Kështu që ideja, personat që janë me diabet, nëse ne ka ardhur mjeku i syve dhe e kemi parë realisht fundusin e syrit ose retinën dhe nuk ka asnjë shenjë diabetit,
obligativisht themi na është një herë në vit ta bëj kontrolle, pavarësisht që nuk shef shej. Qetë që ata zakonisht mund t'i shohin ato njollat e zeza. Jo njollat e zeza që në alla njollat e zeza, po më lëviz ka për shëf. S'do me thonë që është problemi i diabetit, po kupton. Zakonisht diabeti janë njollat e zeza që mbesin në një vend. Në përshon një fotografi, po pjesë po shoh njollat e zeza. Kjo është shenja e diabetit. Një shej zakonisht që është njona prej shejve të tjetër mund të shkaktu, po ai është domosdoshmë që shej që e dim që kemi dëmtime në retinë. Pastaj fillon të turbullohet pamit, diskutohet, kupton. Se ndryshimet e deformimet kur përfshihet makulla fillojnë të deformojnë objektet. Sot për shoh objekte, po për shoh mat deformuar. Është ma trubull se si, po si deformum. Ne shkojmë për shembull të deformuar. Kështu që domethënë kjo është ideja që thjesht ta gjejmë kohën e dur. Po, ta zëmë për këta pacientat të cilët nuk e dallojnë ndryshimin deri në fund, deri në stadin e fundit. A dallojnë ndryshimi prej jashtë? Jo prej jashtë. Jo, dikush neve që na shikon, nuk ka ndonjë skuqje, ndonjë. Kjo është mirë që e potencove këtë se është edhe kësha harru. Unë i thamë edhe pacientëve të mi, thotë për shumë, a jemi diabet, thotë po, që jam qep 15 vite. A je kontrollu të mjeku sy? Po, jam kontrollu. Po a i ke tregu nërë që i ki diabet? Jo, si kom tregu. Kjo është ideja, dhe më thonë. Që kom shku i kom ndro syza çdo vjet. Ta kuptojnë realisht, pacienti që është me diabet, mos të fokusohet te ndrimi i syzave realisht. Të fokusohet a është prek syri nga diabeti apo jo. Se mund të thonë thotë, a doktor shkruajmë një par syza. O nuk ka problemi vetë, është mas leti për neve mjekëve të syve t'ia shkruajmë një par syza. Problemi është me a është prek retina me diabetet apo jo. Kështu që gjithmonë se ndonjëherë pacienti shtyn ty, hin atë farë shkruajmë një par syza. Se s'po shoh mirë, se trubullce. Kështu është diabetit, kur është pacienti me diabet mos të fokusohet te ndrimi i syzave. Nëse mund ta dha dhe mendimin tim, unë kam nga eksperjenca sepse edhe fëmijët edhe prindë edhe i kam krejt familjen në klinikë gjermane, por kjo ka qenë pjesë e pyetjeve në anamnezë çdo herë, a jeni me diabet. Unë mendoj që edhe kolegë tu, oftalmolog duhet ta kenë, sepse jo çdo pacient mund të ketë informacione të përgjithshme shëndetësore, ti di njohuritë. Me tregu me ato emisionet e tua të para kur kam ardhur me tash vedia, po është shumë më e mirë. Po, absolutisht që po. Atëherë, sa më e madhe nuk e kanë ditë, s'ka pas ide që diabeti e prek syrin. E vërtet. Tash është fatimi se ndërveç është tu edisur popullata dhe tu e kuptu që ka mundësi që diabeti e prek syrin. Absolutisht. Është shumë dallim i madh. Unë përmes emisionit gjithmonë mundohem me ngrit nivelin e edukimit tek pacientët, por pse jo ta përcjellim si mesazh edhe tek kolegët mjek, sepse nuk ka mjek i cili duhet me konsideru pacientin gjithdijshëm. Mirë është me e pyet. Kështu që ju përgëzoj për këtë vigjilencë që keni ndaj pacientëve. Unë nuk e di sakt nëse edhe katarakta hyn në këtë pjesën e sëmundjeve. Katarakta kështu. Katarakta kur ta shikojmë, kur ti më marr përfuten po lexojmë diçka për kataraktën, aty shumë thotë është një ndër problemet që mas shumë ti shkakton verbrim botë. Po. Më shpesht. Problem. Po verbrim na mundna me shtik ton thojza. Pse po thon verbrim? Se ideja është që nëse ti kataraktën e lënë të shkojnë atë stad të vonshëm, kemë vurbu. S'kemë po. Po është e mira që te katarakta me një operim për 10 minutash ti e kthen pamjen. Edhe nëse veç ka ik komplet i pamjen. Nëse ka ik pamjen, edhe. Shpjegoje çka është katarakta? Katarakta është turbullimi i thjerëzës së syrit. Domethënë thjesht ti se shef kështu. Okej. Mundesh me pavat edhe kur është çaq që e pjekun tonë ashtu ta kupton. Po çaq është thjesht është trubullt, është botë e bardhë, shef pacientin. U thotë pas ka bu perde. Se te zezas te bebza syrit nuk e ke marrë refleksin tënd, po e ke refleksin e bardhë. E aty është bërë një perde, një katarakt, domethënë e syrit. Kështu që kur një diçka transparente po trubullohet, këta thjerza, atëherë kjo është katarakt. Dhe nuk lejon drita me ndëpërtuar të syrit, dhe s'ke mundësi të shohësh. Kështu domethënë çka, po e mira kataraktën se sta dëmton fije nervore. Raste shumë të rralla nëse kemi një themi ashtu bymim të thjerëzës dhe quhet një katarakt intumescente ka mundësi të mbyllë atë kondin endokorneale të shkaktoj tension syve. Atëherë shkaktohet dëmtimi i fijes. Tani nuk kthehet. Ata syna s'kemi qef me thonën leje kataraktën të bëhet çast në stadin e avancuar. Shumë pse ajo renditet në smundje që verbron se në pushtetet e pazhvilluara për shembull është një numër i madh i njerëzve që s'kan mundësi të shkojnë te mjeku i syve, ata për shkak të kataraktës mbesin shpe. Po. Edhe çunësit verbës se s'mund të funksionojnë.
A është pjesë, ka të bëj me moshën katarakta? Po, katarakta zakonisht është shkaktari kryesor është mosha. Do të thënë moshë ma të shtyne vjen. Zakonisht mbi moshën 50 vjeçare. Po jo, kataraktën ti mund të pas edhe të rit. Po. Mund ta ketë moshat e reja, mund ta kenë të lindesh me katarakt. Me lind. Qoftë katarakt konjunitale. Ta të rit çka mund ndodh? Diabeti e përshpejton paraqitjen e kataraktës. Po. Personat që kanë diabet, ata shumë më herët paraqitet katarakta. Pastaj lëndimet. Me lëndim shkaktohet katarakt. Qysh? Për shembull marrim lumë futboll. Po, topi goditje. Okej. Një goditje, realisht mund shkaktoj katarakt. Se këto lëndimet që janë me perforative, thonë që shpohet syre, zakonisht e shkaktojnë kataraktën. Që është ato e dimë se shumicën e herave. Po mund të shkaktohet katarakta te personat që përdorin kortikosteroide. Po. Është e ndikon. Përdorimi i gjatë i kortikosteroideve shkakton katarakt. Por shë vjen tuni një pacient me 40 vjeç edhe të sëmë të po e kom ketë mjegull realisht, të nishtë ndodhë të gjenia femrore më tepër, edhe kur e shaf, ki katarakt. O doktor, po ne kom dëgju që katarakta është në foshat e shtyme. Tash fillojnë ata anamneza me ditë ka po vjen. Çka përdor? Thotë po, kom përdor kur gjatë për shembull kortikosteroid. Ose çka mund ndodh, ata personat që i ekspozohen rrezatimit. Personat që punojnë në radiologji për shembull. Po. Ata kanë mundësi me zhvilluar më herët kataraktën. Se rrezatimi shkakton turbullim të thjesës. Interesant. Po ndonjëherë edhe nga aspekti gjenetik, të të kur i thamë dikujt një personit 40 laki kataraktë, 35 vjeç, do të thotë se nana ose baba e ka pas, këtë moshë. Po. Që domethënë edhe pjesa gjenetike ndikon. Kështu që do të më pas kujdes, megjithëse është e kthyeshme, po mund të lidhet me tash operohet me një metodë shumë të avancuar, që si fakoemulsifikim, realisht bëhet që nuk e prem syrin, nuk e qepëm syrin, pacienti nuk vetëm me pika, vetëm lokal, shkon në shtëpi më një herë, formë avancuar. Bëhet në klinikën gjermane. Po që 20 vite. E di që kjo pyetje mundet me qenë pak klishe se këtë pacientat e bojnë, po këta që janë me diabet duhet të operohen prej kataraktës. A mund të futen lirisht në operacion? Për shkak ngjeshmërisë? Për arsye se bëhet me anestezien lokal. Nuk kemi të bëjmë me anestezien të përgjithshëm. Okej. Edhe e bëjmë pyetje gjithçysh. Po ne po diabetin, nuk prish punë se për arsye se domethënë nuk po e prem syrin, nuk po e qepëm syrin vetëm me anë brimave që bëhet. Kështu që s'kemi plak të madhe që mos më mujtë më shëru. Po. Është e mira se të personat me diabet na mund të operojmë kataraktë. Shumë mirë që e përmendë, sepse është një prej pengjeve që e kanë këta persona, se thonë edhe nëse mund na do të me hy, diagudzej me hy. Patjetër. Është e mira që të mbahet në nivel sa më të mirë glikemia, por ndryshe domethënë nuk na ndal gjithsesi pa. E bojmë, pa probleme bojmë. Po, pyetje generale që po besoj çdo pacient edhe për check-up kur të vjen, se kem qef dyshosh të gatshëm me i pasenet. A ka në shaj që unë muj me ditë që po prekna prej kataraktës, ose edhe nëse s'kam diabet për një ndryshimit, po që s'është shenje madhe, për shembull. Realisht, përveç këtyre që i përmende. Realisht, do një shaj tjetër ashtu më specifike, më të zakonshme, domethënë, sa më madhe raste domethënë tash që bë problem themi kështu bashkëkohor, është syri thot. Më kupton? Ideja që domethënë gjithmonë po më duket se kam diçka brenda në sy. Po kështu diçka më specifike që ty po të çon për një smundje më të madhe, nuk ka as në shaj, po thjesht çdo çrregullim që ti ke pas një rehatit po më tënd. Edhe ke filluar diçka me ndje që nuk po është njëjtë, është mirë të shkohet te mjeku i syve. Po thjesht çfarë do të jetë diçka. Qoftë mjegullimit po edhe nëse s'ka nesh një herë vet tha doktor Afrimi, duhet patjetër. Ne këto çdo herë përmendin realisht, çdo herë përmendin. Jo te çdo herë te klinika gjermane e syrit domethënë. Bën një kontroll te një çdo mjek i syrit realisht domethënë që ta kish një ide. Po. Pastaj që nëse të kërkohet diçka më specifike, ekziston mundësia edhe për çdo ekzaminim të thellë të syrit që gjejmë çka. Po. Infeksionet e synit të cilat janë të shpeshta si shkaktare pishinave, të ndryshme shkaktare. Po kemi shumë të shpeshta në gjatë verës. A mund të na dërgojnë në smundje të cilat edhe na dërgojnë në verbëri? Patjetër që po. Për arsye se infeksionet themi kështu të syrit, themi zakonisht ato që na frigojnë neve më shumë është kur preket kornea. Kornea është një silenci, është një pjesë transparente e syrit, domethënë, dhe çdo problem që shkaktohet korneas ose që e bën të trubullt, e humb të pamërit. Është mirë që domethënë ajo mund të operohet, që një operim si transplantim të korneas, pjesa e korneas mund transplantohet, quhet keratoplastik, po këto për shembull kemi një infekcion me herpes. Po. Që herpesi është domethënë, mund të them ashtu, jo asnjë smundje është shëndruese, po herpesi është smundje bash jo falemderuese realisht. Ndonjëherë edhe
diagnostifikojmë, fillon mi mjeku, po ndonjëherë e katë e cyrin e vetë dëmtimit kornesë dhe pastaj është një gjendje jo e mirë e syrit. Nëse një infekcion i thjesht ka shkaktuar një dëmtim të madh të kornesës. Që edhe infeksionet e zakonshme që janë infeksionet që na quhen si konjunktivite, realisht ato duhet trajtohen gjithsesi. Se një konjunktivit për shembull ndodhet që të komplikohet me përfshirje të kornesës. Edhe zakonisht janë plus ngjitse këto infeksionet. Nëse ngjitse. Për shembull kemi shpesh po them tash se më herët se kemi pasur, nuk di pse tash është shpeshtu, është një konjunktivit që ne e quajmë si konjunktiviti adenoviral, domethënë që shkaktohet për një adenovirusit. Është edhe zakonisht përfshihet këtë familje. Po. Prekët dikush në qerë dhe merr një fëmijë për dikujt, komplet familja vjen në kontroll. Çfarë simptoma ka kjo? Zakonisht skuqje, dhimbje, djegje syrit edhe trurbullim të pomit. Edhe trurbullim. Pra, ashtu se menjëherë përfshin edhe kornen. Kjo disa njulla të bardha nëpër korne që ta jep ato tonë po e shoh sikur një dritare, diçka sikur me pikat shiut aty po shoh. Ashtu e shoh pomin e kam. Përveç asaj është skuqje në syri, ka dhimbje, po do të mjekohet më njëherë. Me antibiotik? Me antibiotik patjetër, dhe më shkojmë edhe me kortikosteroide realisht, edhe fillojmë sa më herët mjekohet në mënyrë që sa më pak të mbesin sheja nëpër korne. Se ndonjëherë mjekohet, largohet, po shejat mbesin në korne. Qysh për cilët mas 7 ditëve pastaj apo? Sasi kanë përcjellë një fillim me përcjellje zogatë çdo ditë, realisht, po pastaj mas 7 ditë, 2 javë pastaj e përcjellën më shumë. Edhe shikohet ajo au largu apo. Au largu. Po sepse i marrim si nas gjallë këto infeksionet shumë shpesh. Jo, infeksionet asnjëherë si s'do të më marr të zakonshme, për arsye se veç mos mendojmë të shkojmë hajde shkojmë t'i lajmë me do ujë në një bajë ose diçka që i ka shumë. Gilan është një bajë ku preferohet. Po, ato pyetjet shumë shpesh i kemi për bojën dobërçanit, megjithëse po dobërçanit se s'u kujtë gjallë. Ja sa janë edhe di shumë mirë realisht edhe ma bojnë këtë pyetje realisht, po realisht jo. Unë kam pacientë që thonë kam perdën dhe po shkojmë te boja dobërçanit se po duam më kanë thënë që ma heq perdën. Kjo është pa imagjinueshme, pa mundur më bo realisht, ose po heqi dioptrin. Dioptrin te boja dobërçanit. Po heqi po lajë, s'po mbyll mos syzat. Është ai mund të jetë ujë mirë, po jo se po. Unë ndonjëherë them po, përdor raste të shkoj që se uji ka me të bëj. Po. Ai uji ka diçka që ndikon po jo në këto aspekte që është madhore. Është madhore ç'është po flitet. Po. Ndërkohë ka shumë pacienta të cilët përveç infeksioneve që i përmendet, që ankesa të shpeshta kanë sikur ndjesia e zallit ose gurëve në sy. Këto a janë shqetësuese? Kjo është zakonisht është syri thot. Syri thot. Tash na që jetojmë në një vend kur rin tankon para një ekranit, para telefonit, vende të mbyllura, gjithsesi kemi klimën që lëshojmë, domethënë, vetur kemi klimë, domethënë, këtë janë faktorë që neve syri të jetë më i thot. Po të jetë syri më i thot, gjithsesi kemi pasur ndjesinë sikur kemi atë ndjesinë se kemi diçka ose që përdorimi i lotëve artificial është mirë, përdorni. Lotën artificial nuk ka efekte anësore dhe mund të përdorni gjithë. Çdo ditë? Patjetër, çdo ditë mund ta përdorësh lotën artificial. Okej. Vetëm se kur shkohet në laboratorë të mirë të lotë artificial. Se ndonjëherë thotë valla ne shkojmë në laboratorë dhe morëm lotën artificial kur e shoh ajo është antibiotik ose kortikosteroide, ajo është gabim i madh. Këto është farmacista duhet me. Kemi kësi rast. Do valla u po përdori që sa vjet përdori lotë artificial. Ama ti shoh kur e shoh nuk ka qenë lotë artificial. Nuk ka qenë lotë artificial. Po prapë gjitha këto, sado që fillojnë si të leta, nëse nuk menaxhohen dhe trajtohen, mund të na dërgojnë në komplikim. Patjetër që po. Gjithmonë. Ndërkohë, sepse i afrohemi fundit të bisedës edhe gjithmonë ka shumë pyetje, dilema edhe shqetësime të mëdha, po shumë shpesh edhe unë kam pa, po ju si mjek shëni çdo ditë, persona të cilët vinë me vija të skuqura në sy, siç është nëse zgaboj pëlcitja kapilarëve apo nuk e di sa si quhet. Pëlcitja e kapilarit, na që një fargjakderi subpuniktivale ose kështu quhet sufuzion. Në 80% rasteve është kur kemi një ngritje të shpejtë tensionit gjakut. Të synit. Jo të syrit. Atë të gjakut ton, të organizmit po mendoj. Jo tensioni i syrit s'ta bën atë asnjëherë. Okej. Shtemën 80% rrallë kur kemi një pacient atë ne kam tensionin e gjakut mirë. Po. Por është kur kemi oscilime të tensionit të gjakut. Zakonisht ndodh natën. Kur për një moment tensioni i gjakut ka shku çast lart që nëpër organizëm ai kërkon dikun ku me shtyp, ku me pëlcit një kapilar. Milionë thon kanë herë, po mirë që ka pëlcit çka. Po, e jo dikun tjetër. A është shqetësuese kjo? Për te syni nuk ka shqetësuese, po është shqetësuese sa i pacienti do të shkojë te internisti, te kardiologu, domethënë të kontrolloj tensionin e vet gjakut. Sa më atë shej domun po tregon që tensioni i tij nuk është në i stabilizuar mirë. 20% rasteve ndodh të ata pacientë që kollitin shumë.
Ata pacientë që të shiten shumë. Personat që kanë vjellë. Ashtu që ose ata që kanë obstipacion. Më thoni fosfata, jo dhe s'kam tension në gjakut asnjëherë, po a ke po kam vjellë mbron. Po. Presioni edhe ka shaktu këtë. Kështu që ajo mjekot e largohet në mënyrë edhe vet. Po. Një pa vitaminën C zakonisht për stabilizim të kapilarit, por realisht ajo është në një them që tash më herët, është më e mira që ka mujt me ndodh diçka tjetër. Kështu që kur e shef ajo është alarmuese se kur e shef ty dikush me zgjidhje në sy. Po. Është goxha shqetësuese me pa. Realisht. Po, nëse s'ka deportuar brenda syrit, kjo vetëm jashtë nuk është. Syri vetëm trajtohet kështu sipërfaqësisht, nuk është. Sipërfaqësisht vitaminë C dhe kalon, magjistriteve kalon. Po. Zakonisht sa flasim për synin, për klinikën gjermane, pyetjet më të shpeshta janë, po çdo problem a mund të largohet me laser, sepse e dim që kohëve të fundit një prej inovacioneve që mund të themi është edhe largimi dioptrisë me laser. Por jo në çdo smundje mund të që ta sqarojmë për shikues. Patjetër se po, laseri ka bërë revolucion në oftalmologji realisht. Zakonisht se kemi vetëm një lloj laserit. Po. Kemi disa lloje të laserit realisht. Disa që laseri që po e flasim që është për largimin e dioptrisë. Në laserin e përdorim edhe për probleme tjera. Ne e përdorim tek diabeti. Po. Domethënë është personat që kanë filluar realisht çakdjerjet në për gjakut ne e përdorim laser fotokoagulimin. Është një laser që na ndihmon shumë këtë aspekt se fillon të ndal gjakdjerjet që është duke rrjedhur gjaku. Edhe pengon këtë problem. Ne kemi laser tjetër që e përdorim realisht tek pacientët që operohen nga katarakta dhe paraqitet një si themi perde e dytë ose katarakt sekondare, përdorim laserin dhe bëhet pastrimi i asaj pjesës. Pacienti as nuk preket realisht. Po jo çdo problem zgjidhet me laser. Këtë duhet ta dim. Se për shembull vjen pacienti domethënë që ka realisht ose themi për morëm për shembull do mi hek dioptrin. Çdo dioptri heket me laser. Po e mira është që kemi zgjidhje tjera. Domethënë çka mund ndodh? Edhe pacientë që nuk dojnë që sesit mos mbajnë syza. Po. Mundësia e largimit të dioptrisë ekziston me ato thjesat intraokulare, ose lentet intraokulare që na i fusim në sy. Kështu që pacienti ka mu seleksionu për largim të dioptrisë ashtu si është protokolli, kështu që duhet të jetë më së miri për to. Jo gjithçysh duhet të jetë laseri. Nëse ai kërkon, kuptojmë, hekja e dioptrive nuk është operim obligativ. Nëse largimi vetëm nëse ai nuk don të bëjë syze, kuptohet. Kështu që mundësia laserit ekziston, po ekziston edhe mënyra tjera që na e largojmë dioptrin. Dhe natyrisht për me marrë përgjigjen se për çfarë kemi nevojë dhe a kemi nevojë për trajtim me ndonjë nga laserat që përmende, duhet një vizitë tek oftalmologu. Vizitë pak më në detalje kur fillojmë për këto që çfarë vendosim çysh do të veprojmë të tepër me mujt që është më themi ashtu programi më i mirë për ty që ti mos mbajsh syze. Po. Gjithsesi pa kontrollat të rregullt dhe kontrolla themi ashtu më specifike në këtë rast na vijnë disa matje tjera shtesë të dimë se për çka është i nevojshëm të çysh kemi larguar dioptrin atij personi. Po. Prapë si pyetje gjenerale, të gjitha këto që i përmendëm si intervenime, si trajtime, si metoda parandaluese, të gjitha praktikohen në klinikë gjermane. Se si prej asaj mas thjesht temi një shikimi, sepse caktimi një dioptrisë deri te operimet më të vërteta që ndodhin ai bojë në klinikën gjermane të syve. Dhe ato gjithmonë jemi munduar që ta përcjellëm hapin me perëndimin realisht. Çfarë është bëu diçka themi në perëndim, në rrugën perëndimore, e bëjmë edhe në klinikën gjermane të syve. Po. Realisht edhe kjo ka ndihmuar se na mjek kemi munduar që dalim për çfarë më konferenca, kongresa ndryshme që të kuptojmë se cila metodë po është më e mirë për pacientin që t'ia ofrojmë pacientit tonë. Po. Ne kemi pas edhe misionin për ato injektimet intravitrale që realisht domethënë të ne tash japim injekcionin më të riun që ekziston krejt botën e japim në klinikën gjermane të syve. Që edhe pacientët që më lehtë, rezultatet që i kam janë të jashtëzakonshme. Domethënë pas përcjelljes së këtyre pacientëve rezultatet janë të mira tek të gjithë. Është një prej intervenimeve ta themi që ka shpëtuar shumë realisht. Te diabeti realisht, te okluzionit e anëve të gjakut, ato gjakdjerjet që thamë, domethënë te degenerimimet e makullës që janë mjaft një smundje që është realisht themi ashtu që bën dëmtime shumë të mëdha të retinës së syrit realisht. Edhe është po që po funksionon jashtëzakonisht mirë. Po. Sistemi edhe injeksionet e gjinatave tjetra funksionojnë, sistemi ashtu domethënë mund varet prej gjendjes së pacientit. Gjendjes së pacientit po mund të mirë çdo gjenerat është diçka e mirë. Për gjithë ata që se kanë pa në familja jonë, doktor Afrim Shabani, injeksionet intravitrale ose ju ftoj të shkoni tek faqja e klinikës gjermane në Instagram dhe në Facebook.
Në webfaqe po ashtu, aty ku mund të informoheni për çdo lloj të tretmaneve, trajtimeve, sëmundjeve që trajtojnë, mjekëve që kanë, për çdo informacion rreth klinikës gjermane, në Instagram dhe Facebook thjesht kërkojeni klinika gjermane. Përndryshe çdo intervistë rreth sëmundjeve, edukimit, vedisimit, të çdo problematike të shikimit, e kërkoni edhe tek familja jonë në çdo rrjet social. Edhe kam një pyetje të fundit. A ka në intervenim me pa ditë mira për Kosovën? Nuk ka, a? Ja, shpresoj që po. A ka, do ta bëni edhe këto. Pak me këty në humor, sepse jemi në flugun e kërkesave për vota, kështu që t'ja u zbusim pak. Përsa më si pacient, po, ajë doktor, çka po m'vjen me pa? Çka për shumë mira? Jo, ishte sa për ta relaksu bisedën. Doktor Afrem, gjithmonë është shumë kënaqësi pas studio. Edhe për mua kënaqësi me ardhur si mysafir ju, edhe me shpresu që kemi dhënë informata për që i ndihmojnë pacientëve tonë. Absolutisht që po, këta e dallojmë nga mesazhet që na vinë çdo herë kur jeni ju i ftuar në studion tonë. Kështu që faleminderit shumë që i gatshëm me kontribu. Dashur miq, kemi qenë së bashku me oftalmologun Dr. Afrem Shabani nga Klinika Gjermane e Syve, ku kemi folur për sëmundjet që dërgojnë në verbëri. Quajta si temë pak më ekstreme, jo për t'ju friksuar, por thjesht për të ndërtuar një vigjilencë më të madhe, një edukim më të madh të mirëqenjes së syve tuaj, sepse sa më vigjilent që jemi, aq më të pastër e kemi shikimin, dhe kjo na ndihmon shumë që të bëjmë edhe një jetë cilësore. Padyshim që materialet tona janë të shumta, dy orë do jemi bashkë. Tash, së bashku do të shkojmë tek Spitali Rezonanca 3, Spitali i Varësive. E kam thënë disa herë që për gjithë ju ose familjarë tuaj që kanë ndonjë nga varësit, po e quaj unë moderne, varësi nga duhani, varësi nga substancat narkotike, nga alkoholi, nga rrjetet sociale, nga çdo gjë tjetër. Të gjitha këto trajtohen dhe shërohen në Spitalin Rezonanca 3, aty ku profesionistët 24/7 janë pranë pacientëve të cilët hospitalizohen, trajtojnë dhe jetojnë aty si pjesë banor të këtij spitali deri në shërimin e plotë.